Tani jam pjesën tjetër të shtëpisë, pjesa e tretë është pjesa më artistike, ku ka dhe një thesar të rrallë. Këtu jam në hall. Prona vila është një vile 1700-ës, ka qenë pronë e një Gjermani, vila ku ka kaluar pushimet Helmut Kohli, ku ka kaluar vitet e fundit të jetës Konrad Adenaueri, dhe që sot është pronë e një shqiptari, sepse Gjermani e shiti atij. Kjo është pjesa e ngjitjes në katin e dytë. Kjo është dhe pjesa më artistike. Ka një skulpturë të famshme, ka një konsol të jashtëzakonshme në punim fiorentine, me gjithë Chelsea-n e saj, ka pjesën e vazove porcelanet japonez, me shumë vlerë këto. Ndërkohë këtu ka një pikturë të Kisling, një prej pikturave të mira të Kisling që bën sot me një shumë marramëndse, është shumë e bukur. Sërish një vazo tjetër japoneze. Jam në pjesën e sipërme, pra shifeni, ku ka edhe një abazhur të madh që ngjitet deri në katin e dytë, dhe këtej është holli dhe hyrja qendrore, do të shkoj edhe një herë për të treguar, me derën qendrore të hyrjes, ku janë makinat edhe oborri. I kthehem prapë tashti për t'ju ngjitur dhe për t'ju treguar tani perlat e kësaj pjese të koleksionit. Këtu janë dy punë të rralla të Picassos, të Picasso është i rrallë kudo, janë dy nga 8 vizatimet që vila disponon të Picassos. E para, e dyta, përshive, një Picasso original. Dy veprat e Picassos janë të vendosura këtu, ndërkohë të gjithë shkallët që të çojnë në katin e sipërm janë të mbushura me punë të Picassos. Në fakt, kjo është një punë mos gaboj e Dalis, jo në mos gaboj, po është Dali, originale Dali, ka një qilim me motive romake, gjitem tani në për shkallët e shtëpisë, ku është edhe abazhuri, dhe shifeni tani se çfarë fantastike janë. Një tjetër Picasso. Një tjetër Picasso. E di që do thotë kesh kaq shumë punë të Picassos në një vilë. Në fakt, vlera e koleksionit është po aq e madhe sa vlera e shtëpisë. Një tjetër punë, nuk jam i sigurt nëse kjo i takon Picassos o një piktori tjetër. Kjo është Picasso, me siguri absolute, dhe një prej punëve të mira të Picassos, kryqëzimi i Krishtit, shiheni. Një prej punëve të mira të Picassos, si dhe një Picasso tjetër në katin e sipër, domethënë pjesën më të sipërme, shiheni. Dritaret janë me xhama vitrazh, ndërsa këtu është një tjetër pikturë, një po e quaj një qilim ku ka motive kryesisht orientale, ja dhe qilimi tjetër, ja dhe Shandani, ja dhe Picassot që i vjen rrotull shkallëve. Shkallët janë shumë bukura. Dhe këtu shkojmë në pjesën e katit të dytë. Kati i dytë tani do t'ju tregoj vetëm një detaj, sepse nuk mundem t'i tregoj për arsye të privacy-s. Këto të dyja, të treja, gjithë kjo anë këtej, ka dhomat e pronarit dhe të pronares. Nuk mund të hyj për arsye tash të privacy-s, megjithse janë, ju garantoj që dhomat e gjumit janë një pasuri e rrallë dhe mahnitse, po nuk mund të hyj. Ky është ashensori. Do t'ju tregoj ashensorin kur zbres për në katin e poshtëm. Ashensori shumë interesant, sepse është ndërtuar mbrapa dhe është trekëndsh. Shihni qilimat, të kesh një tapet kaq të gjatë, ju duhet jetë mbi 7 metra, me të gjithë veprat e artit prap të vendosura në këtë pjesë. Shihni, në porcelan të famshëm japonez, me pjesën e qilimave.
prap me pamjen biobor. Tani po ecin në drejtim sepse këtu në këtë kat do t'ju tregoj një gjë të rrallë. Shihni se si shifni shandanet që janë lart. Çfarë mrekullie. Pjesë. Edhe kjo pjesë tjetër që është prap me qilim. Skulpturat. Dhe tani do t'ju tregoj diçka të rrallë këtu. Kjo është një prej dhomave, çfarë banje, çfarë mermeri ka, në anën e kopshtit, me një zyrë të vogël ku ka disa piktura të rralla. Me pamjen mbiobor, ku janë makinat, prap me piktura tjera, por gjëja më e rrallë e kësaj dhome është diçka tjetër. Nëse unë të riqem dhe ju tregoj. Në dy anë të dhomës janë dy dyer gjyrë turkuaz. Këto dyer janë blerë në vitin 1985 në një ankan në New York dhe i takojnë Luigjit të 16, së bashku me shandanët e katit parë. Kanë qenë dyert e Luigjit të 16 dhe janë ende të tilla sot, pra janë vendosur këtu. Madje ka një gjë shumë interesante. Kjo është dera hapse që të nxjerr në korridor. Ndërsa dera e dytë, në mënyrë që të vendosej këtu dhe të ishte simetrike me derën e parë, nuk të çon askund. Pra është mur. Nuk të çon askund, është mur dhe është kryer vetëm për të krijuar një simetri me derën tjetër të rrallë të pjesës së dhomës gjumit. Shifeni dhomën e gjumit. Me të gjitha detajet, edhe me një konsol tjetër, përballësh e gjitha me një qilim të madh, ka dy pasqyra që duhet jenë po shumë e vlerë, dhe kjo është prap një komojë jashtëzakonshme, me centaurin, dhe po ta shihni me figura të mitologjisë. Kjo është dhomë miq, në fakt, por shërben dhe si dhomë muze për arsye të këtyre dy dyerve, që i takojnë Luigjit të 16. Ndërkohë këtej është pamja e parkut. Çdo gjë që të shohin syt është pjesë e vilës, për shije lipadin përballë. Dhe kjo është pjesa e artit dhe e pjesës sipërme. Tani do t'ju tregoj pak dhe bodrumin, të shohim dhe çfarë mbetet nga pjesa e bodrumit, se është shumë interesante, po për shkuar në bodrum duhet ecim në këtë drejtim dhe duhet marr ashensorin.